vjet mora ca lop, i kam lop kullote. Edhe i shkova, çova çunin. Kasha jepni top kullot me qera që tek nuk ka kullot. Si nuk kullot? A ka kullot aty? E gjithë kullot. Nuk ka për kullot. I ka dalë pronari dhe kullotës? Po, se unë djoj... Sa ke? Me 2 vica 100 krem. 100 kokë? Po, ja, dhe kalojnë kam stallën, ne kam përferi fshati. Ty jo kullot, po du t'japin edhe subvencion. O subvencionin tjetër e sabeni. Tjetër e sabeni. Unë du t'i maj gjalli me frym. Qa, subvencion s'merr asgjë fare? I bom dokumentet për subvencion. E një xhurin i liq, nuk ma thanë ku erën, ku i regjistroni, se kështë ta me 2 pjesë, 2 çunave. Po. E që po 2 pronare. Duhet 49 lope e poshtë të mash 100 lekë për lop. Jo mo ja. Po. Freke për shumë, ha? Ka shumë. Po, kryeministri duke thënë që shtoni kopet. Këtu du të ndalë dhe unë. A i di kryeministri këto apo jo? Pra ti kishe 100 nuk mori se duhet kishe 49. 49. Pra duhet i therrje gjysmë ose ti ndaje me 2 nifte. 49 të merri. Tjerat pastaj aq mora unë, 4 milion lekë. A more për pjesën poshtë more, për pjesën jo. sipër s'more. E kuptova. Ka vën tavan. Po poshtë se unë si ma ishin tanë 2 pjesë çunat, 2 pronarë dhe ja. Atë mban mend që ke marrë apo merr vit për vit, t'japin? Tani se di se s'kam vojt, se nuk i doroj dot më.